Ke dëgjuar për një skem? Fut $1.000 sot, bëhen 2.000 për një muaj. U bë nami në divjak, lushnje më tepër në Shqipëri. Prit një herë, që e ka si gjindi Aladinit. Jo, është Leo Smith që të mëson. E si funksionon kjo gjë? Futesh në Xuex, jep ID-n tënde dhe aty kalon parat online, minimumi $1.000. Duhet klikosh 2 herë në ditë, kaq, dhe merr 2 fishin. Po ti çfarë fiton? Unë fitoj bonuse. Po futa 5 persona, bëhem agent, dhe si i tillë fitoj më shumë. Pra, miliona lek, pa bërë asgjë, me fitime maramëndse, një person anonim. Ke dëgjuar ndonjëherë për Suden? Po për Xhaferin, skemat piramidale në të shtatë? E shkuar e harruar. Unë e shoh me sytë e mi, llogaria ime vetëm rritet. Ky është investim në kriptomonedha. Investimi në kripto nuk funksionon kështu. Ti mund të humbasësh. Sa për paratë tua, ato ekzistojnë vetëm në ekran, pa provo ti tërheqësh. E pse ti tërheq? Shuma vazhdon rritet. Unë po bëhem i pasur. S'dua ti tërheq. Nuk do, apo nuk mundesh. Edhe autoriteti mbikëqyrjes financiare nuk i njeh këto platforma. Por Leo ka dërguar certifikata garancie në grup. Këto janë thjesht regjistrime biznesi, jo licenca financiare. Këto të Xuexit janë vetëm fasadë. Kujdes nga premtimet për pasuritë shpejtë dhe të sigurt, sepse në fund janë thjesht skema që u marrin paratë. Nëse diçka duket shumë e bukur për që në vërtet, gjasat janë që nuk është e vërtet.